Para disa ditësh më shkruajti një ish bashkëpunëtori im që nuk dëgjoja prej 10 vjetësh. Dhe më tha, ma bëri shumë qefi, se më tha, Agron, tha, do marr pushime nga puna 10 ditët e para të majit dhe dua të vi të ndihmoj në fushat ose ditën e zgjedhjeve. Qartësisht më bë shumë qefi, sepse ishte një bashkëpunëtori im para shumë vitesh, por më solli në mendje edhe diçka tjetër. Më kujtoi që unë kam patur me 10 mira ish bashkëpunëtor që kam punuar edhe për periudha të shkurtra, sepse puna që ne bënim për ata me të drejtë ishte një profesion dhe një punë e përkohshme, pastaj ata ja kanë dalë në jetën e tyre dhe kanë vazhduar në profesionet e tyre. Dhe dua t'u bëj thirrje të gjithë juve, të cilët kanë bashkëpunuar me mua edhe para shumë vitesh, ju ftoj të gjithëve, nëse keni dëshirë, nëse doni të jepni kontributin tuaj, ne kemi nevojë për ndihmën e secilit prej jush. Ndihma juaj për ne është shumë e rëndësishme, mos mendoni se nuk kemi nevojë, kemi absolutisht nevojë për ndihmën e secilit prej jush. Rrugët tona janë ndarë para shumë vitesh, me disa prej jush nuk flas realisht prej vitesh, por ja që erdhi një moment ku rrugët tona mund të bashkohen edhe për një kohë shumë të shkurtër. Pres të më kontaktoni dhe ju falenderoj për mbështetjen. Një fjalë për të ngritur kokën, një sa i ndeshëm.